TikTok do të mbyllet brenda 15 ditëve në vendin tonë. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga zëvendës kryeministria dhe njëherësh drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun e Fierit, Belinda Balluku, tha gjatë një takimi me mësuesit në Lushnjë se bllokimi i kësaj platforme do të realizohet gradualisht. Mbyllja ka filluar, teknikisht nuk është si mbyllje dritash, nuk është si shkëputje e energjisë që bën blackout. Ditë pas dite gryka e TikTokut do ngushtohet dhe në një periudhë prej 10-15 ditësh normalisht do duhet të jetë blackout. Absurde e cilëson protestën e Partisë Demokratike kundër vendimit për mbylljen e TikTok. Një forcë politike, cila do qoftë, të ngrihet edhe të kërkojë të bëjë thirrje fëmijëve mos shkojnë në shkollë që të çlirojmë TikTokun. Është e pakonceptueshme. Dhe fakti që reagimi është zero, është shumë domethënës përsëri, sepse prindrit në këtë rast harrojnë që janë socialistë, harrojnë që janë demokratë, sepse janë prindër. Gjatë bashkëbisedimit me mësuesit, Rama u zotua për rritje të pagave gjatë mandatit të katërt. Paga mesatare e mësuesve është 930 euro dhe natyrisht që është më shumë se ç'ishte, por duhet të jetë ende më tepër dhe jemi shumë të vetëdijshëm për këtë. I bindur për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, Rama thotë se qeveria do të vijojë investime në shkolla për krijimin e laboratorëve inteligjent dhe për hapësira sportive.